Paradoks i qëndron se kjo rrugë ka një emër inovator që lidhet me terren dhe zhvillimin, por realiteti tregon krejtësisht tjetër gjë. Në zonën drejt sektorit rinia, duket sikur koha ka ngelur në vend, pasi infrastruktura që sjell zhvillim këtu është vetëm zhgënjim. E pra, bëhet fjalë për aksin rrugor që do çon drejt sektorit rinia, një nga zonat më të bukura për sa i përket brezit të pishave dhe vijës bregdetare kaq shumë të lakmuar nga të gjithë në Bashkinë Durrës. Pamjet e marra nga Adrianet Televizion tregojnë gjendjen e mirëruar në rrugën sektori Nia, e cila është mbushur me gropa ujë dhe baltë dhe pse është e populluar dhe ka një aktivitet të rëndësishëm industrial për qytetin. Prej vitesh rruga në sektorin Nia është pothuajse pa kalueshme për shkak të gropave të mëdha dhe prishjes së trases në të gjithë rrugën, duke u bërë burim aksidentesh për drejtuesit e mjeteve. Të gjithë ankohen dhe drejtues mjetesh dhe kalemtar, por reagim nuk ka. Çka duket se edhe ky sezon turistik veror do ta gjejë rrugën në të tillë gjendje.